Italia sapo mori një vendim që mund të ridimensionojë qytetërimin perëndimor. Dhe nëse mendoni se ky është vetëm një ligj tjetër europian, nuk po e kuptoni thelbin e ligjit. Ajo që kryeministra Meloni po bën, do të dërgojë valë tronditëse në çdo komb që vlerëson lirinë, sovranitetin dhe mbijetesën e kulturës së tij. Qëndroni me mua deri në fund të videos, sepse ajo që do të dëgjoni nuk po ndodh vetëm në Rom, po fillon të ndodh në të gjithë kontinentin dhe më gjerë. Miqtë e mi, po festojmë edhe një ditë tjetër në epokën e artë trampiane, që Amerikanët e bën të mundur në nëntor të vitit 2024. Partia Qeverisëse e Italisë, Fratelli d'Italia, ka prezantuar një legjislacion gjithëpërfshirës për të ndaluar burkën në çdo hapësirë publike në të gjithë vendin, shkolla, dyqane, zyra dhe rrugë. Projektligji kërkon gjithashtu kontrolle të detyrueshme identifikimi për çdo që mban perçe duke mbuluar plotësisht fytyrës në publik, duke i dhënë policisë autoritetin për të ndaluar dhe dokumentuar individët pa dyshime paraprake, duke bërë në mënyrë efektive pajtueshmërinë dhe integrimin shoqëror të panegociueshëm. Ligji zbatohet në mënyrë uniforme në të gjithë shoqërinë italiane pa përjashtime fetare, duke sinjalizuar se ligji kombëtar zëvendëson të gjitha pretendimet për korniza ligjore alternative. Shkelësi do të përballen me gjoba deri në $3.000. Ligji do të ndjek shembullin e disa rajoneve italiane si Lombardia dhe qyteteve si Navara, të cilat më parë kanë miratuar kufizime lokale për arsye sigurie, duke u bazuar në një ligj të përgjithshëm italian kundër fshehjes së identitetit në publik. Tani në krye të kësaj përpjekje nuk është askush tjetër përveç se kryeministres populiste nacionaliste të Italisë, par excellence Giorgia Meloni, e cila nuk bërtet punon heshtur. Ajo ka deklaruar vazhdimisht se ekziston një problem themelor i përputhshmërisë midis kulturës islame dhe vlerave të krishtera që ndërtuan Europën, duke vënë në dukje se shumica e qendrave kulturore islame në Itali financohen nga Arabia Saudite dhe Katari. Ajo e ka bërë të qartë se për sa kohë është kryeministre, Italia nuk do të lejojë që qeveritë e huaja të formsojnë jetën e saj publike, apo të minojnë vlerat e saj kushtetuese. Dhe ky është absolutisht thelbi i vendimeve të saj, dhe nuk ka të bëjë thjesht me veshjen. Nuk ka të bëjë me modën, ka të bëjë me diçka shumë më të madhe, më ekzistenciale. Separatizmin kulturor, ndikimin e huaj dhe çështjen nëse kombet perëndimore do të mbrojnë identitetin e tyre unik, apo do ta dorëzojnë identitetin e tyre pjesë-pjesë. Andrea Damastro, një nga ligjvënësit pas këtij projektligji, e tha qartë në Facebook se liria fetare është e shenjtë, por duhet të ushtrohet hapur në respekt të plot të kushtetutës sonë dhe parimeve të shtetit italian. Vini re formulimin e Damastros. Liria fetare nuk është absolute. Ajo është e kushtëzuar nga integrimi me normat e përbashkëta qytetare që janë të rënjosura në një traditë fetare më dominuese. E drejta publike mbizotëron ideologjinë personale dhe pikërisht këtu po merr formë betejë. Nën qeverinë populiste nacionaliste të kryeministres Meloni, Italia po e zvoglon mbërritjen e emigrantëve në kombin e saj, në gati 50% më pak, përmes marrëveshjeve agresive me vendet e Afrikës së Veriut. Gjatë periudhës janar 2023, korriku 2024, Italia dëboi 130 persona për sigurinë shtetërore dhe arrestoi 36 ekstremistë të cituar. Dhe pavarësisht 1.5 milion muslimanëve që jetojnë në Itali, kombi ende nuk e njeh zyrtarisht islamin si fe legjitime dhe të mbrojtur ligjërisht, dhe nuk ka shenja se kjo të ndryshojë. Por ajo që është e rëndësishme të thuhet është fakti që kjo që po ndodh me Italinë, po ndodh në të gjithë Europën. I gjithë kontinenti është përballur me këtë pyetje për dekada të tëra. A mund të përvetësojnë kombet ndonjë praktikë, ndonjë besim, ndonjë ideologji separatiste pa patur pasoja? Franca u bë vendi i parë perëndimor që ju përgjigj me një jo të vendosur në vitin 2011, duke ndaluar mbulesën e plotë të fytyrës në publik. Deri në vitin 2015, autoritetet franceze kishin vendosur mbi 1500 gjoba sipas ligjit. Belgjika, Danimarka, Austria, Zvicra, të gjitha kanë ndjekur të njëjtën linjë. Gjykata Europiane e të drejtave të njerëzit në fakt i ka mbështetur këto ndalime, duke vendosur se qeveritë kanë të drejtë të promovojnë kohezionin shoqëror dhe të mbrojnë jetesën kolektive, si parim thelbësor të jetës publike. Italia kishte vetëm një ligj të viteve 1970 që ndalonte mbulimin e plotë të fytyrës në publik, por nuk përmendte konkretisht veshjet fetare. Ajo që propozon partia e Melonit shkon shumë më tej se kaq. Është një ndalim barkombëtar që synon separatizmin kulturor si pjesë të një strategjie më të gjerë për të mbrojtur sovranitetin kombëtar të Italisë. Projektligji përfshin gjithashtu rregulla transparence për financimin e xhamive, dënime më të rrepta për martesat e detyruara dhe pasoja penale për testimin e virgjërisë. Sara Kelani, drejtuese e imigracionit për vëllezërit e Italisë, tha në një konferencë për shtyp se
Ligji kundër separatizmit islamik përfaqëson një hap të domosdoshëm për të mbrojtur identitetin italian dhe lirinë e grave, dhe theksoi se Italia zbaton ligjet e saj bazuar në një mori vlerash. Një komb, një kuadër ligjor, një hapësirë publike e përbashkët, asnjë shoqëri paralele, asnjë financim i huaj që diktojnë norma kulturore. Por, siç rezulton, kjo është vetëm maja e shtizës. Ajo që po shohim në Itali, po përhapet në të gjithë kontinentin evropian. Kjo që po ndodh në Itali është vetëm fillimi. Sa më sipër nuk është ksenofobi, as racizëm, është mbrojtje e kombit, vendit, traditës, kulturës, civilizimit, trashëgimisë sociokulturore që brezat kanë për detyrë ta konservojnë dhe pasurojnë. Ja arriti globalizmi që të vdes dhe të bëhet karikatura e pandershme e kohëve. Një globalizëm që ka cfilitur europianët për disa dekada. Por ja arriti globalizmi leftist, që të nxjisë gjithashtu rritjen e populizmit, nacionalizmin dhe veçanërisht dimensionin e tij fetar. Rezultati është ky reagim masiv në të gjithë perëndimin, veçanërisht në Europë. Është reagimi që krishtërimin po e kthen përsëri në sheshin public, edhe në pjesët më të sekularizuara të Europës si Suedia dhe Holanda. Krishtërimi po rishfaqet si parimi kryesor për rimëkëmbjen e një kulture dhe politike dalluese europiane. Gareth Vers, Imul Kasen, Marine Le Pen, Meloni, sigurisht Viktor Orban në Hungari dhe presidentja e sapo zgjedhur e Polonisë Karol Nawrocki. Të gjithë po shpallin nevojën që krishtërimi të kthehet në publik në mënyrë që të ofrojë një forcë kundër islamizimit të kulturave të tyre. Mesazhi është i pagabueshëm dhe i qartë. Hapësirat publike u përkasin të gjithë italianëve. Asnjë ideologji e huaj nuk do të mbizotërojë ligjin kombëtar. Gratë do të mbrohen. Uniteti qytetar do të zbatohet. Miq, veprime të guximshme ruajnë qytetërimin, ndërsa hezitimi fton dhe i shtron rrugën fragmentimit. Zgjedhja që ka bërë Italia nuk ka qenë kurrë më e qartë se kaq. Mast Channel. Please subscribe.